Parashtrohet do thotë pyetja tjetër, hoxhi nderuar harroj shpeshherë me bon jetë në sefir, am pranohet do thotë agjerimi. Vllai dashur do thotë vetë ngritja jote në sefir është me një qëllim. Qëllimi çka është? Për me hangër dhe me pi që nesër do thotë me agjinu, apo jo nesër, po ditën e sotit. Ashtu që do thotë nuk ka shprehje apo nuk ka fjalë e cila ka ardhur prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e vojnë disa për bajnë jetë me agjinu për hir të Allahut dhul xhelal ditën e sotit, inshallah Allahu dhul xhelal më jep himër tek këtë iftar e gjëra të tjera të cilat do thotë i folin prej fjalëve, këto nuk janë do thotë që më thonën të zbritura apo të përmendura në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por niyeti çka është do thotë çështje e zemrës tone, edhe e mendimit tanë, edhe bindjes tone, e prej momentit kur ti e prish gjumin, edhe ngritesh do thotë me pi një gotë ujë apo me hongër një copë bukë, që ajo është do thotë ai niyeti jot, të cilën do thotë ti duhesh me bë me zemrën tone, e inshallah Allahu dhul xhelal pranon për te atë agjërim, edhe padyshim do thotë se nuk ka nevojë me bë niyete tjera. Por ajo çka do thotë me bë, kur tulemi do thotë me bë iftar, atëherë do thotë është mirë me bën lutjet të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bën, sikur çka është do thotë lutja se shkoi etja edhe u mbushën do thotë venet, edhe u regjistrua do thotë shpërblimi inshallah. Ashtu që lut Allahu dhul xhelal që Allahu më pranoi lutjet e juaja, edhe inshallah Allahu dhul xhelal ju shpërblen për secilën brengë edhe dert të cilën e keni gjatë këtyre ditëve. Se agjërim nuk është do thotë vetëm se me lanën, hajnë edhe pijen, por agjërim është secilin mendim të cilën e keni, të cilën e bani për hir të Allahut dhul xhelal, dhe që mundoheni do thotë me u largu prej punëve dhe fjalëve, veprave të kota për hir të Allahut dhul xhelal, inshallah Allahu dhul xhelal ju shpërblen.